Tamanni al-maut min shiddat al-bala. Çfarë do të shtohen sprovat, saqë besimtari, se besimtari do t'i dhimbet, do më thonë gjendja, do t'i dhimbset gjendja e njerëzve, do të ndjej dhimbje derisa thot do ta dëshiroj vdekjen. Transmetohet në Sahihun e Buhariut nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: La takumu as-sa'a hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laytani makanahu. Thot nuk do të ndodh kiameti derisa një njeri do të kaloj pranë varrit të një njeriu tjetër dhe do të thoj sikur të isha në vend atij. Do të thonë prej sprovave të mëdha. Siç përmendet kjo në hadithin në transmetimin tjetër që e transmeton Muslimi, se pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Walladhi nafsi biyadihi", pashat shpirt në dorën e të cilit është shpirti im, "La tadhhab ad-dunya hatta yamurru ar-rajul ala qabr fayatamarragh alayhi wa yaqul ya laytani kuntu makan sahib hadha al-qabr wa laysa bihi ad-dayn illa al-bala." Thot nuk do të ndodh kiameti derisa njeriu të kalojë para varrit të një njeriu tjetër dhe do të thoj sikur të isha në vendin e tij. Thot nuk e ka për shkak të borxhit. Laysa bihi ad-dayn, do të thonë borxh që ka ndodhur edhe më herët. Po thot walakin al-bala, mirë po e ka për shkak të sprovave të mëdha. Për shkak të sprovave të mëdha që do të ndodhin në atë kohë. Për shkak të sprovave të mëdha që do të ndodhin në atë kohë. Dhe këtë ka thonë edhe Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, si fjalë të tij, mirë po kuptohet se ka përfituar prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu: Se jeti alejkum zamanun law wajada ahadukum al-maut yuba lashtarahu. Do t'ju vi, thot, një kohë juve, sikur ndonjëri prej jush ta gjente vdekjen se shitet. E përshkruan kështu Abdullah ibn Mesudi, thot, çasi kohë do të vi sikur ta shihni se dikush e shet vdekjen, do ta blenit. Abdullah ibn Mesudi po e thot këtë fjalë. Kema kil, ashtu siç kanë thonë, domethënë, dhe përmend një strofë të një poezie. Wa hadha al-aishu ma la khayra fihi ala mautun yuba'u fashtarihi. Nëse kjo jetë nuk ka hajër në të, a ka dikund vdekje ta blej? Se nëse jeta është full me mëkate, do me thonë s'ka hajër në të, atëherë çka duhet të rish mbi dinjë? Kjo është fjala Abdullah ibn Mesudit. El-Hafidh al-Iraki, që është prej muhadithëve të mëdhej, do me thonë, duke komentuar këtë hadith, këto që hadithet që i përmendëm, thot: "Wala yalzam kaunuhu fi kulli balad wala kulli zaman." Thot nuk ka patjetër që me qenë çdo vend dhe në çdo kohë. Do të thonë nuk ka patjetër komplet botën ta përfshi këtë në njëjtën kohë. Po mundet një herë në këtë vend, një herë në atë vend, se sprovat dallojnë prej vendin në vend, si për shembull tash në Siri. Sprovat e mëdha, nuk ka çudi që dikujt t'i ketë ndodhur kjo, ta ketë praktikuar këtë hadith dhe të thoshte kur të kaloje pranë varrit, edhe unë të kisha qenë i vdekët. Për shkak të sprovave të mëdha, siç është për shembull tash në Siri momentalisht. E ky dietar po thotë se nuk ka patjetër që të ndodh në çdo vend, edhe ta komplet botën ta zo, po ka mundësi që ndodh me një vend jo. Në një kohë ndodh, në një kohë tjetër jo. Kryesoria do të ndodh. Do të shtohen, do me thonë, sprovat derisa besimtari do ta kërkoj vdekjen. Ndërsa sa i përket dispozitës së kërkimit të vdekjes, a lejohet që dikush të bëj dua për të vdekur. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: mos ta kërkoni vdekjen, po thuni: o Zot, nëse është hajër për mua të vdes, ma bën që të vdes, nëse është hajër të jetoj, ma bën që të jetoj. Pra, është më mirë ta lësh kështu në formë të dëshirës të Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse ka prej dietarëve që kanë kërkuar të vdesin për shkak të sprovave, domethënë. Ka prej dietarëve që kanë kërkuar të vdesin për shkak të sprovave.
siç transmetohet për Imam Buhariu, do se përmenda këtë dersin e kaluar, mirë po transmetohet se e ka lut Allahun, pasi që ju kanë shtu sprovat prej Muhammed ibn Yahya Dhuhlit dhe emirit të Bukharës, Imam Buhariu ka bë dua. Edhe pas një kohe të shkurt thojnë, i ka ardhur vdekja. Mirë po momenti kur i ka ardhur, ka desh dale prej shtëpie dhe osmu aty në çast edhe kanë marrë, kanë shtrih edhe për një kohë të shkurt ka vdek. Do të thonë lejohet nëse janë sprovat shumë mëdha dhe këtë po na e tregon kjo hadith. Mirë po në përgjithësi, nëse është gjendja normale, nëse e bën duan, e bën ja lën dorë të Allahut, do të thonë, ja lën dorë të Allahut subhanahu wa taala. Ja lën dorë të Allahut subhanahu wa taala. I thu, o Zot, nëse është hajër, ma merr shpirtin. Nëse nuk ka hajër, ma bën që të jetoj. Nëse është ma hajër të jetoj, ma bën që të jetoj. Se ti nuk e din gjendjen momentale në cilën je.